fillimisht nga erdhi ideja për me fillu me bo dokumentaren? Po tani drejt me thonë, jo që është ide që ka ardhur, po kjo është e kahmëtshme. Nga pas lufta ekziston vullneti, dëshira edhe ideja për me punu një dokumentar të tillë, për të cilën është doshtë këgjo kohë me mbledh material dhe atë material me prezentu me një dokumentar ofër 20 minuta dhe me pas kujdes se qa po transmetojmë dhe qa po sjellëm deri te publiki, megjithëse është temë pak e ndjeshme, i referohet një martirit, i cili nuk ka qenë vetmi në ngjarjen kur ka ndodhur në 12 maj të vitit 1999. Po. Pikërisht rëndësia krejt kësaj çështje, goxha vështirë mundet mu trasu ndoshta në 20 minuta, por vlerat cilën e bën kjo edhe nderi, po ashtu edhe plotësimi ndoshta emocional që e ke kur e ke bukë dokumentar ja vlen. Punën e kemi filluar në vitin 2024, me roste nëse ka pas një lloj, me thonë si çështje e përvjetorëve, vllau me do thonë në vitin 2024 mbushte 50 vjet nga dita e lindjes, ishte 25 vjet nga data dhe viti i vrasjes, dhe djali i tina mbushte 25 vjet në vitin 2024, për shkak se ai ka lind me 4 prill të vitit 1999, ndërsa vllovi ishte me 8 shkurt të vitit 1974, dhe ai ishte viti i punës që na e kena bo dokumentaren dhe e kena përcjell, domethënë deri te shumë njerëz që janë familjar, kemi punu gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë vitit kemi punu me e kompletu si dokumentar dhe tash me dashëmirësinë më të mirë, më të madhe nga televizioni juve dhe pronari i televizionit ose drejtori, më thonë më saktësisht zoti Ramiz Vitia, kemi gjetur një bashkëpunim të mirë që sonte do ta promovojmë, siç e thatë edhe ju pas debatit, dhe unë jam shumë i lumtur që një punë tonë që e kemi bë me 2 vite rreshtazi, por edhe një vlerë historike për ta sjellë në kujtesën e memorisë së popullit shqiptar, sonte veç po i hopum derët përmes kanalit ju, dhe besoj që ka me pas një mesazh të mirë dhe ka me nxit edhe shumë njerëz të tjerë që ende nuk kanë bërë diçka të tillë me fillu me bë. Po, pikërisht kjo është ai sensibilizimi që e kemi në mendje dhe me të vërtet po e bën një gjë të mirë. Kjo është diçka që 2 vite punë përmendet, mbledhja shumë materialeve, po shpërblehet në fakt sot. Besoj që punë të mira që do të vinë shtetit, do ta shpërblejnë edhe sakrificën dhe jetën që kanë dhënë gjithë martërët dhe gjithë dëshmorët e këtij vendit. Unë du me falenderu shumë televizionin e juve dhe drejtorin që na ka dhënë mundësinë me pa edhe me e qitë këtë material që e kemi mbledhur për rreth 2 vite gjatë kësaj kohës, dhe kemi pas shumë kujdes që cilin material i cili është cilësor dhe jep një mesazh të saktë mbi ngjarjet që ka ndodhur. Tani kjo nuk është vetëm një ngjarje që është kushtuar vllaut tonë shpejtimit, sepse vetë fjala e dokumentarit që quhet Shpëtimi është në ngjarja ka ndodhur, ta themi me 12 maj vitit 1999 dhe janë nxjerr 6 persona nga ky autobus, përfshin edhe vllovin ton, dhe mund të themi që një shpëtimi, nëse mundna me thonë, ka ndodhur nga vetë kjo ngjarje, për shkak se kanë shpëtuar një pjesë e madhe autobusit, dhe në atë autobus thonë drejt ka shpëtuar edhe nipi ju në Arbëri bashkë me nonën e vetës së vetën, të cilët tash akoma janë në jetë dhe vazhdojnë jetën, dhe Arbëri sot është diku 27 vjet. Po sido që të jetë bashkë me shpëtimin vllovin ton kanë qenë edhe 5 persona tjerë, ishte Hoxha i Hajvalis, ishin Babe Bir Bashkimit dhe Hajrizi, Agran Krasniqi dhe Sedi Sallahu, të gjitha ishin ata të piketuarit ose ata që janë nxjerrë nga autobusi dhe janë vrarë nashta mbrana një kohë shumë të shkurtë. Ngjarjen e bën edhe më të rënd pas vrasjes, sepse dëshmitë që kur i kemi marrë mas nej, masi është bë obducioni i tyre, ka ndodhur vrasje përmes plumbave, ka ndodhur shkelje përmes tonkave, mjetëve të rënda që kanë pas të blindune, dhe ka ndodhur edhe djegja e kufumave, sepse
kur kemi shku në morgun e spitalit, kemi gjetë ishna të thynë dhe të djegun, që jep me kuptu të gjitha këto gjona që vërtet është bo një farë tipi llojit masakrë në fshatin Llapnasil me 12 maj të vitit 1999. Kjo jep me kuptu që ata janë vrarë për vetë faktin se janë shqiptarë dhe nuk kanë, ata që kanë bo aktin matëron nuk kanë përgjedh asni sen tjetër përveç me i likvidu këta gjashtit dhe me na lanë pa ta në kujtesin e madhe shekullore dhe unë besoj që kjo që na ka ndodhur neve si popull duhet me mendu shumë fuqishëm që mos me harru këtë punë se e thotë edhe shumë fjalë të urta popullore thonë që historia që harrohet edhe mund të përsëritet. Po, sa ka qenë e vështirë kjo në anën emocionale për ju me punu këtë dokumentar? Drejt me thonë ka qenë shumë e vështirë. Fillimisht me menu me e bo skenarin, punën. E dyta me mbledh njerëzi rreth asaj që duhet me punu një punë. E treta është shumë emocionale sepse po rikthen diçka që ka ndodhur para 24 vjetë. Flas për vitin 2024, 25 vjet. Ishte pak e rënë rrëfimet, secili nga rrëfimet është rëndëqathës në vete, secili nga ata që kanë bo pjesë në dokumentar kanë qenë njerëzit që me ditë tona masënej nuk jenë një dhe mirë në kuptimin e rikthimit të asaje. Në dokumentar kemi pas, nëse muj me qujt fatin në këtë fatkeqësi të rënë kemi pas edhe një material nga dita e varrimit që ka ndodhur dikush nga familjarët tonë ka bo një incizim me kamera amatore nga morgu deri te varrezat e fshatit Makovs në çfarë gjendje kanë qenë. Ajo që na ka rënë më shumë neve ka qenë që masi është varros me 5 mars dhe vitit 2000, disa policë ndërkombëtar nuk komujt kur me kuptu që cen edhe nuk kom pas kur një shpjegim tillë, janë ardhur dhe i kanë zhvarros nga varrezat e Makovcit dhe i kanë dërguar në sa kujtoj në Advak në morgun e spitalit në Ravec për me bën një obduksion. Dhe i kanë rivarros dikon me 16 gusht të po të njëjtit vet. Pa e përfundu, shumë herë kanë ardhur dhe me pyetje, me marrë mostra gjaku, babës e të nonës e të vllaznive dhe kur një herë një epilog policia ndërkombëtare nuk e kanë pruve.